Në Shkodër, një nga dëshmitë më të rralla të trashëgimisë kulturore vijon të ruhen ndër breza. Bëhet fjalë për banesën e familjes Shurdha, një objekt me histori mbi 150 vjeçare, i shpallur monument kulture i kategorisë së parë, që përfaqëson tipologjinë e banesave të fund shekullit të 18 dhe fillim shekullit 19. Trashëgimtari Ahmet Shurdha ndalet e vlerat e veçanta që mbart kjo shtëpi, duke nisur nga ato arkitekturore, të ruajtura prej thuajse 2 shekujsh. Ai nënvizon se brenda banesës ruhen ende objekte dhe dokumenta autentike që dëshmojnë historinë tregtare dhe detare të familjes, duke kthyer këtë hapësirë në një muze të gjallë të kujtesës qytetare. Shumica e të hujve edhe atyne që janë me fije potencial, thojnë që është e vetmja dhomë që gjejmë se që ka ekzistu para shtrerimit. Shtëpia shumë e vjetër, shumë e vjetër. E vjetër, dhe me thënë të ju pas parasysh punimet e drunit që ka. Boja murit, është qysh se është bon, 150 vjetë. Shurdha ndalet e sfidat dhe ardhmja e kësaj pasurie kulturore. Nuk është krejt e kalojt, janë të interesun, nuk mund të thëmë se janë të interesun para javet, të monumenteve të kulturës, që dojnë me ba një kërkes për ba riparime tjera që këtë që ndaj sidomos që mos pikojnë pullazje që kja gjana tjera, për ana si përfaqësore. Kurse tjerat, thamë me nërgjegje, këtu është e rujtën çdo letër, çdo gjë që duhet, ka thënë unë e kam me tonë pasionin, me tonë shpirtin, që vlerësoj çdo gjë që është në këtë dhomë. Sot banesa familjes Shurdha mbetet një ndër pasuritë më të veçanta të qytetit, një urlidhse mes së shkuarës dhe së ardhmes, që ruajnë identitetin dhe kujtesën historike të Shkodrës.